Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka deklaruar se aleatet e NATO-s duhet të rrisin ndjeshëm kontributet e tyre financiare për mbrojtjen, përndryshe SBA-ja nuk do të vijojë t'i mbrojë. Ai kërkoi që shpenzimet ushtarake të vendeve anëtare të rriten nga 2% në 5% të GPT-s, një propozim që është kundërshtuar nga disa shtete për shkak të kostove të larta. Trump argumentoi se vendet e NATO-s nuk do ta ndihmonin Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një situatë të ngjashme, duke vënë në pikpyetje solidaritetin e aleancës. Deklaratat e tij kanë shkaktuar reagime të forta në Europë, ku liderët e vendeve anëtare, përfshirë presidentin francez Emmanuel Macron, kanë ritheksuar përkushtimin ndaj aleancës. Macron theksoi se NATO është një aleancë e bazuar në besnikëri dhe se anëtarët duhet të presin të njëjtin nivel angazhimi nga Shtetet e Bashkuara. Këto deklarata vinë në një moment kritik për sigurinë globale, ndërkohë që SBA-ja vazhdon të mbajë rreth 100.000 trupa në Europë, kryesisht në Gjermani, Itali dhe Britani. Megjithëse në shkurt Trump kishte shprehur mbështetje për nenin 5 të NATO-s që garanton mbrojtjen e ndërsjellë mes anëtarëve, deklaratat e tij të fundit kanë ngritur shqetësime mbi qëndrueshmërinë e aleancës ushtarake perëndimore.